Deti, si një ekosistemi gjallë, nuk mban pa pastërti në brendësinë e tij, por i nxjerr ato në sipërfaqe apo në breg. Kjo është bërë sërish evidente përgjatë ditëve të fundit në një segment të konsiderueshëm të vijës bregdetare në zonën e plazhit të vjetër dhe Zvërnecit, ku ndotja është bërë e dukshme për banorët apo për vizitorët e zonës. Një sasi e konsiderueshme mbetjesh dhe materiale të ndryshme ndotëse janë shfaqur në breg të përzjera me leshderik të nxjerrë nga thellësitë e detit. Pamjet tregojnë mbetje të ndryshme urbane dhe plastike që në kombinim me algat kanë krijuar një mjedis të këndshëm për frekuentuesit e zonës. Këto dukuri ndodhin shpesh pas lëvizjeve të forta detare, si rryma apo dallgë të fuqishme, të cilat sjellin në sipërfaqe gjithçka që ndodhet e depozituar në fundin e detit. Megjithatë, ajo që është shqetësuese është sasia e madhe e mbeturinave, e cila sinjalizon për një ndotje të vazhdueshme dhe të pamenaxhuar në zonë. Por ka shqetësim që kjo ndotje mund të ketë në ambient dhe jo vetëm, veçanërisht kur këto situata përsëriten edhe gjatë sezonit veror. Deti nuk mban pa pastërti në brendësinë e tij, por i nxjerr ato jashtë. Pikërisht, kjo gjë ka ndodhur edhe në ditët e fundit në vijën bregdetare të plazhit të vjetër dhe Zvërnecit, ku një sasi e konsiderueshme ndotje ka pushtuar këtë ambient.